si shtetari këtij vendi, mendoj që është mirë me bërë një zgjidhje qoftë përkohshme derisa të zgjidhen disa probleme që janë lidhur nyje, edhe që në një farë formë po tentohet që ato të zgjidhen në mënyrë të palegjshme, siç është buxheti, që është më e rëndësishme në këtë rast. Ma mirë është një zgjidhje përkohshme që të bënte veprime të legjshme, se sa në këtë mënyrë me vazhdu e me nxjerr vendimet palegjshme. Se atëherë kalojmë në anarki, në rënim të sistemit kushtetues, dhe nuk e di ku na çon kjo. Është tepër shqetësuese. Unë nuk e di tash këta njerëz pse po bojnë lojna kështu me opinion, është e pandershme, sepse pikëspari të thonë mrena në kuvend, ende s'kan mujt të formohen komisionet e kuvendit. Komisionet e kuvendit formohen pas formimit të qeverisë, kur dihet sa ministri janë, edhe pastaj konform me ministrit, duhet të formohen edhe komisionet e kuvendit. Në këtë rast, kuvendit s'mu i formon komisione, pa e ditë qeveria e re, çfarë... Po atëherë sipas jush, pse kryeministri në detyrë sot Albin Kurti në konferencë për media tha, nuk e di pse nuk po formohen komisionet parlamentare dhe bëri thirrje që të bëhet një gjë e tillë. Atëherë sipas jush... Nëse nuk e din këtë element, do thonë bazik, atëherë pse ka marrë obligimin me qeverisë vendit. Është e tmerrshme është. Më thonë se di pse s'po bëjnë komisionet. Ai tha që duhet të bëhen faktikisht këto komisione bashkë të bëhen. Duhet mi kriju kushtet për mu bë. Duhet me pas qeveri për me ditë sa komisionet duhet të formohen në kuvend konform me ministrit që do të legjitimohen para kuvendit. Tash, se di tash këta janë të menu që kjo është hallakom si kur në rrugë kur gjujshin kubza, se mund është me bo qka të dush, veç shmang një policisë mos më zonë se në regullje. Nuk s'po di as me spjegu, se është qaq naive, sa s'po kom as fjallore me spjegu. Qaq pa lidhja është. Ti e në vla regullat, jemi që 20 vjetë në shtetë tonë, i kemi nxjerr vetë ligjet në kuvend tonë, në deputet tonë, duhet me respektu ato. Thua që po konsiderohet hallakam edhe nga kryeministri? Po çdo gjë është krejt të bo sikur se di mos përmendit të do shprehje pa lidhje, po kur u bëj këtë shpinar ndalojna atë që luajshim, kajrueshim lapt, çashtu kanë bo. Kur gjë mos mu respektu, asnjë ligj, asnjë rregull, e merr një vendim, afati mandati ka skadu, është qeverinë detyrë, ka provu me bot qeverinë e re, ka dështur. Si ka marrë bot ato në nuk di, që shpe konsideran a i vetën ende kryeministër, kur para 5 ditëve ka dështu mu nominu për kryeministër, mu zjerë. Pse po del aty mo? Tash, kush dënë më dalë me prezentu ligjin për buxhetin? Qaj ministër që si ka marrë votat të kuvend, para një jave. E tashaj edhe e prezentën drag buxhetin, edhe del në rë karrikën, del e vëtan. Ku ke po kështu, veç Korejnë e Veriut? S'ka kështu. Kjo është ma e thjeshta rënim... Po, konsideroni që vendi është duke shkuar në të njëjtin sistem